Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, kryeministri Edi Rama theksoi se procesi i luftës kundër korrupsionit dhe konsolidimit të drejtësisë është kyç për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se institucionet të drejtësisë u duhet të rrisin profesionalizmin, paanshmërinë në cilësinë e shërbimeve, duke konsideruar këtë një proces që përfshin jo vetëm luftën kundër korrupsionit, por dhe modernizimin dhe transformimin institucional. Patjetër që ky proces konsolidon institucionet e drejtësisë, të cilat tani më kanë kaluar një fazë tjetër, pasi kanë pavarësinë që se kanë pasur kurrë, dhe ndërkohë në procesin e konsolidimit do duhet të rrisin profesionalizmin, paanshmërinë edhe sigurisht pastaj edhe cilësinë e shërbimeve të tyre. Të fazë pas hapjes së gjithë kapitujve, kryeministri e komentoi dhe shumë të dobishme për luftën me korrupsionin. Në ndërkohë që ky proces siguron luftën kundër korrupsionit jo thjesht si një luftë që zhvillohet në frontin midis institucioneve të drejtësisë dhe fenomenit korrupsionit, por si një luftë që zhvillohet në ndërkohë edhe në frontin e modernizimit, të transformimit institucional dhe të realizimit të një kapaciteti të gjithë shtetit për ta parandaluar korrupsion, për të parandaluar veprimtari të cilat zhvillohen në hapësira gri ose në mungesë të kanaleve të sigurta institucionale që garantojnë shërbime dhe ndërveprime të shpejta dhe cilësore. Rama sqaroi se Shqipëria po ecën përpara dhe se shumë nga proceset e zhvilluara në publik janë të reduktuara ose të paqarta, ndërsa brenda institucioneve vazhdon me interes për të përgatitur vendin për kapitujt e tjerë të negociatave. Çka flitet në publik është shumë e reduktuar në gjëra ose shumë bazike ose tërësisht pa lidhje me këtë proces. Sigurisht që procesi ka shumë ngarkesë dhe realisht është për të përgëzuar gjithë skuadra e negociatave me krye Majlindën, krye negociatoren dhe Adean, zëvendës krye negociatoren. Duka vuri në dukje progresin e vendit në 27 nga 33 kapitujt e negociatave, duke theksuar ritmin sistematik të përparimit, një grupim kapituj çdo 2 deri në 3 muaj gjatë vitit kaluar. Siç dihet, Shqipëria ecën me hapa të sigurt, konsistent, asnjë ndërprerje në rrugën drejt familjes europiane, si në pikpamje të përgatitjes teknike, ashtu edhe në pikpamje të vullnetit politik, të reformave dhe angazhimit të qeverisë dhe të gjitha institucioneve. Shqipëria ka marrë deri tani mbështetjen e Bashkimit Evropian, si sa i përket Komisionit, ashtu edhe vendeve anëtare. Megjithatë, shumë punë është përpara për të bërë deri në vitin 27, po edhe mbas vitit 27 deri në fund të dekadës, kur aspirojmë që të kemi mbushur kriteret për të qenë antar i familjes europiane. Kryenegociatorja Majlinda Dhuka u shpreh se Shqipëria ka mbështetjen e Komisionit Evropian dhe të vendeve antare dhe ecën me hapa të sigurt drejt antarësimit. Në 27 nga 33 kapitujt, Shqipëria konsiderohet e përgatitur mirë ose e përgatitur në mënyrë të moderuar. Të jemi gati teknikisht me kushtet për mbylljen e negociatave deri në 16 kapituj. Deri në qershor po përgatisim 7 deri në 8 kapituj. 3 kapitujt e parë janë thuajse të maturuara. 30-a, 25-a, 26-a. Shqipëria synon që deri në fund të dekadës të arrijë antarësimin në Bashkimin Evropian.